Që vdekja si cilit prind është vdekje dhimshme, do të është vdekje ndarje, do thot ndarje e një jetë të cilët njerëzit, e sidomos është një edukues prindis, si prind dihet është dhimbta më e madhe prind. Por kjo vdekje ka një karakteristikë tjetër, është vdekja e një lideri i cili fatmirësisht, dhe sidomos për popullin tonë, ka dhënë një djalë i cili na ka përfaqësuar densisht kudo, qoftë si student në lëvizje studentore, qoftë në njësitë e Korilës, qoftë në përfaqësimin tonë politik, do thot ideologjik politik, qoftë si drejtori politike, qoftë si kryeminist, qoftë si lider, po qoftë edhe si president. Cili çdo herë ka dhënë shembull dhe ka dhënë vullën e sjelljes të mira, të cilat kanë lënë mbrapa një punë të mirë për shtetin tonë. A mendoni se do ta lejojë specialja ish-presidentin Thaçi të marrë pjesë në varrimin e Toatit? Shqo, unë nuk mendoj se kjo gjykat duke njoft punën e saj, se kjo gjykat i respari respekton drejtat themelore njerëzore. Se po t'i kishte ashtu, unë do të kisha thonë që ka mundësi. Po duke njoft kjo gjykat sukur të vend të një gjë të tillë, unë mendoj që kjo nuk të befason për gjëra të mira. Kjo ditë befasoj për keq, dhe unë nuk besoj që Zoti Thaçi do të lejohet në pjesën e varrimit, sepse kjo gjykat ka pa me në fund se ky popull nuk është ai për cilën gjykat, nuk është që pret ashtu siç ka menduar kjo gjykat që do ta pret. Do thot në fillim është sepse ka nisë me shpifje dhe koha dita ditës, këto shpifje për ju heket maska, to maska që ka pas kjo gjykat për drejtësi, po i heket, po i qerrët dhe po i del fytyra vërtet, fytyra e një gjykate të montuar politikisht, të korruptuar ekonomikisht dhe e orientuar në pikpamje nacionaliste, të thëmë thjeshtë, pikpamje raciste dhe selektive.